Në Shqipëri ka nisur qarkullimi i gripit. Specialistët e ISHP-s bëjnë me dije se tashmë janë izoluar rastet e para. Kurba e infektimeve me të gjitha viruset respiratore po ndjek një trajektore rritëse, por sipas ekspertëve, kulmi pritet të arrihet në janar të 2026-s. Në vend aktualisht qarkullon virusi i tipit A të gripit, piku i qarkullimit të gripit në vendin tonë arrihet nga fundi i muajit janar dhe fillimi i muajit shkurt. Bashkë me gripin kemi dhe bashkëqarkullim të Covidit. Gjithashtu krahas gripit qarkullojnë dhe si çdo vit virozat të tjera respiratore. Janë rreth 12.000 raste me infeksion respirator të sipërm dhe të poshtme në javë. Të gjitha grupmoshat janë të prekura. Të gjithë janë të riskuar për të prekur nga gripi, Covid apo çdo virozë respiratore. Dhe specialistët kërkojnë kontaktin e menjëhershëm me mjekun që në shenjën e parë. Kështu do të parandalojnë forma të rënda, por edhe të ndërpresim zinxhirin e infektimeve. Nëse kanë shenja të temperaturë dhe shenja të tjera të aparatit të frymarrjes, kontakti sa më i hershëm me mjekun e familjes është vendimtar sepse është ai i cili përcakton gjendjen, vlerëson gjendjen, jep mjekimin e duhur dhe parandalojnë komplikacionet. Në kuadër të masave parandaluese, specialistët e ISHP-s rekomandojnë injektimin e vaksinës kundër gripit, veçanërisht për grupet e riskut, siç janë fëmijët nën 5 vjeç, të moshuarit, gratë shtatzëna apo të sëmurët kronik. Ata thonë se vaksina mbron nga format e rënda dhe vdekjet.